të pak në agjensitë perëndimore njoftojnë për një mobilizim ushtarak më të madhe në këtyre 10-15 viteve të fundit për sa i përket ushtrisë ruse. Bëhet fjalë për rreth 150.000 rekrut. 120.000 në fakt. 120.000 nesër, tash numri saktë se ke gjithmonë punë, dihet ajo. Po. Unë e di 150, ti 140, Goxha do thotë jo 160, po aty vërtitemi. Tani, mesatarja. Si e justifikoi Vladimir Vladimiroviçi? Jo, nuk ka çfarë të justifikoj ai vetëm nënshkruajti atë dekreti. Në fakt, ky është mobilizimi i rekrutëve të përvjetshëm, bëhet çdo vit ky hap, por me që në Rusi këtë vit, domethënë pak më përpara, u hap një ligj që u nënshkrua një ligj i ri që në ushtri thirren nga mosha 18 deri në 30 vjet, ndërsa më përpara thirreshin deri në 27 vjet. Detyrimisht, domethënë sasia njerëzve të rekrutuar tashmë u rrit për herë të parë për 14 vjet e kusur. Prandaj dhe kjo sasi e njerëzish domethënë të rekrutuar është më e madhe se vitet e kaluara. Perëndime shohin me frikë që këta rekrutë janë vetëm për përdorim të brendshëm. Në thonjza pra nuk do të dërgohen në operacione jashtë shtetit, do shërbejnë do të ushtrin një vit brenda Rusisë. Se do na marrin dorën nëse ku do i përdorin ata, nëse kjo është deklarata zyrtare. Nuk është qëllimi i përdorimit tyre, është qëllimi i krijimit të rezervave ushtarake, pra të rezervistëve, ata do qëndrojnë një vit, po më pas ata hyjnë te rezervistët, pra ata ajo 5 milionë që kanë rezervist. Pra nuk do t'i përdorin në këtë kohë. Me ja të nesmen. Ne kemi bërë një ndërkallje lidhur me këtë sepse do t'i kenë të stërvitur po vonë. Okej, pra Kisavit të rezulton që ka uri fronti për misht freskët dhe kjo është arsye vërtet për te retorikës? Jo, është e vërtet që çdo vit ka, është fillimi i prillit që ka një rekrutim përvjetor Rusia, vitin e kaluar kanë 147.000, mos gaboj shifrën në atë kohë. Nëse nuk do kishte qenë lufta në Ukrainë, nuk do kishte bërë lajm, po ky lajm ka qenë edhe para luftës në Ukrainë, pra ka qenë diçka